Qarkuria në Kriva Pallankë, e cila u rikonstruktua sot u hap solemnisht në praninë e përfaqësuesve qeveritar. Bëhet fjalë për një rrugë me gjatësi 4.5 km dhe gjerësi 7.5 metër, me sinjalizim horizontal dhe vertikal të vendosur. Rekonstruimi përfshiu edhe të dyja urat. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski tha se kjo është një infrastrukturë rrugore e rëndësishme, pjesë e korridorit 8, e cila nuk përfaqëson vetëm qarkurin e Kriva Pallankës, por edhe lidhje me Bullgarinë Fqinje. Модернизирана и осовремена обиколница на Крива Паланка и експресен пат кој што оди од Крива Паланка до Страцин, целосно се развива источното крило на коридорот 8. Kryeministri Hristian Mickuski pret që në periudhën e ardhshme në këtë pjesë të vendit të investohen disa qindra milion euro, duke treguar lidhjen e kurrëdhore me Bullgarinë, fazën e dytë të rikonstruksionit të pikës kufitare dhe infrastrukturën rrugore. Луѓето кои што поради оправдани причини ја напуштиле Македонија, ги напуштиле своите домови, гледаат сега дека таму каде што отишле, посебно во делот на Западна Европа, состојбата не е таква каква што очекувале. Мислам дека со вакви инвестиции ќе представуваат мотив и ќе можеме да ги вратиме луѓето дома. Sipas drejtorit të rrugëve shtetërore Koce Trajановski, qarkuria është ndërtuar sipas të gjitha standardeve.